Sërish së bashku në A2 Puls, në A2 CNN, do të vijmë tani me një tjetër bisedë. E zhvendosim vëmendjen nga aktualiteti në Shqipëri, tek ai në Kosovë. Pak ditë na ndajnë nga mbyllja e fushatës elektorale për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të kësaj të diele në 28 dhjetor. Flasim për fushatën, për zhvillimet politike atje. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë zotin Lulzim Veliu. Zoti Veliu, përshëndetje, faleminderit që jeni në A2 CNN. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, me aq sa e keni ndjekur këtë fushatë, cilat janë risitë e saj, çfarë ka ndryshe le të themi nga fushata e disa muajve më parë për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit? Po me të thënë të drejtën, unë për vete kam krijuar një përshtypje se fushata për këtu zgjedhje që do mbahen tani në fundjavën që vjen në datën 28 dhjetor, duket të jetë pak më normale, pak më e qetë, pa shumë sharje fyri në mes të liderëve dhe subjekteve politike, por është një garë e cila është duke u pritur pra që përfundimisht t'i jap një rrugë zgjedhje ngërçit dhe kaosit politik që është krijuar në Kosovë pas thuajse një viti pa institucione, pa një qeveri të plot fuqishme, pa me një qeveri në detyrë, pikërisht në periudhën kohore kur Kosova ka shumë problematika, kur Kosova e ka të nevojshme në nënshkrimin e shumë marrëveshjeve ndërkombëtare, kur Kosova është në dialogim apo ka arritur një marrëveshje në parim me Serbinë dhe për të cilën kemi edhe sinjale nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se duhet të ndërvepruar, duhet shkuar drejt realizimit dhe asaj marrëveshje që në parim është pranuar nga të dyja palët, por që në fakt asnjëra e as tjetra nuk është e kënaqur me marrëveshjen dhe në kohën kur jemi edhe në fund të mandatit të presidentes, pra dhe prilli apo marsi i vitit që vjen, pranvera e hershme kërkon që parlamenti i Kosovës duhet të shkojë drejt votimit të një presidenti të ri për 4 vitet e ardhshme. Përse besoni se këto zgjedhje do t'japin fund ngërçit politik në Kosovë? Pra çfarë mund të ndryshojë? Nëse në zgjedhjet e 9 shkurtit ato zgjedhje patën një forcë të parë, pra një fitues, por që nuk arriti të merrte aq vota sa të formonte i vetëm qeverinë, që ishte lëvizja vetëvendosje. Pra pse besoni se këtë herë do të jetë diçka ndryshe, do të ketë një votë më masive, le të themi, për një forcë politike, cila do qoftë ajo? Jo, përkundrazi, unë nuk mendoj se do të kemi një forcë apo një vot masive për njërin apo subjektin tjetër që do t'i mundëson të krijimin e qeverisë e vetme, por unë mendoj se është momenti kur liderët politik duhet të reflektojnë, gjë që është dashur ta bëjnë shumë herët, mirë po tani është momenti i fundit, kur ata duhet të reflektojnë se e kanë shumë qartë se asnjëra nga forcat politike nuk e kishte fuqinë dhe mundësinë për të krijuar institucionet si e vetme dhe pikërisht me mbarimin e zgjedhjeve dhe me certifikimin e rezultateve do të jetë momenti kur këto forca politike duhet të hapen dhe të hapen pra me programet dhe me mundësinë e bashkëpunimit me njëra tjetrën, të ketë tërheqje të vija kuqe në mes të subjekteve politike, siç i thonë ata pra për në ndonjërin nga subjektet politike, dhe në këtë mënyrë do të shkohet drejt një koalicion i cili do të mundsonte krijimin e qeverisë, por duke mos harruar asnjëherë edhe zgjedhjen e presidentit. Pra unë mendoj se në mesin e marrëveshjeve të qeverisë së ardhshme duhet të futet me patjetër edhe posti i presidentit i cili pret vetëm 2 muaj. Zoti Veliu, me sa ju kuptova, ju thoni që duhet ketë një koalicion pas zgjedhor? Patjetër, pa një koalicion pas zgjedhor nuk do të ketë mundësi të krijimit të institucioneve. Edhe në këto ju besoni se do jetë i njëjti skenar, pra sikur se ndodhi në zgjedhjet e fundit, një parti, pra partia fituese nuk do mund të marrë mjaftueshëm vota sa të formojë vetëm qeverinë. Pak a shumë do ndodhi ajo që ishte në 9 shkurt.
Unë jam mëse i bindur se nuk do të kemi një forcë politike që do të merr shumicën për të krijuar si e vetme qeverinë. Dhe në këtë mënyrë duhet të shkohet drejt koalicioneve. Një gjë e tillë është parë në shkurtin e vitit kaluar. Po përse ndodh kjo? Si e shpjegon ju? Pse nuk, ose le të themi pse nuk ndodh suksesi 4 viteve më parë në 2021 që vetvendosja fitoi në mënyrë plebiscitare? Përse nuk përsëritet më ai sukses? Qoftë për vetvendosjen apo për ndonjë parti tjetër? Aja ishte një rastësi që ka ndodhur një herë dhe në konstelacionin e subjekteve politike në Kosovë, një gjë e tillë nuk do të ndodhë edhe asnjëherë tjetër, pasi që në Kosovë nuk kemi të bëjmë me dy krahe politike, me pozicionim të qartë të dy forca politike siç është në Shqipëri e majta dhe e djatha, por në Kosovë kemi 4 subjekte politike shqiptare që pa tjetër do t'jenë pjesë e parlamentit, e me shumë mundësi mund t'jetë edhe forca e 5 politikën nëse arrin të kaloj probën zgjedhor nisma social-demokratike, pra po flasim për forca politike shqiptare. Edhe në anën tjetër kemi edhe 20 vende të rezervuara që janë për komunitetin serb, 10 dhe 10 të tjera për komunitetet e tjera, dhe këto janë faktorët që e bëjnë të pamundur që një forcë e vetë të marrë shumicën. Është fakt se në vitin 2021 lëvizja vetvendosje mori shumicën. Apo ishte ndëshkim në masë për partitë e vjetra? Parti tradicionale PDK. Mendoj se 50% nuk ishte një vot e tëra për lëvizjen vetvendosje. 50% ishte një vot ndëshkuese për qeveri para prake, pra qoftë të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike edhe Aleancës për Armërinë e Kosovës, dhe në këtë ishte pra një periudhë e gjatë kohore kur populli shqiptar i Kosovës ishte mërzitur me problematikat, me korrupsionin, me krimin që kishte ndodhur për gjatë 20 viteve në qeverisin e tyre, dhe ata në këtë mënyrë ndëshkuan këto subjekte dhe në këtë rast lëvizja vetvendosje doli fituese që mori 50%, po për fatin tonë të keq lëvizja vetvendosje nuk i realizoi ato çfarë premtoi me 50%, edhe pse kishte shumicë e si e vetme për të krijuar qeverinë, nuk arriti të realizojë premtimet e tyre dhe në një farë mënyre shuajti shpresën e shumë qytetarëve që kishin pritshmëri të madhe nga kjo lëvizje dhe nga ky subjekt politik që erdhi me sloganet dhe me thirrjet për bashkim kombëtar, e të cilin e harroi vetëm 3 ditë pas emërimit të kryeministrit. Por ata pretendojnë që suksesi tyre është veriu, zoti Veliu. A është mjaftueshëm? Po, me sa po duket kjo është e pamjaftueshme. Janë bërë disa gjëra në veri, mirë po veriu i Kosovës nuk është liruar me lëvizjen vetvendosje. Veriu i Kosovës dhe Kosova në tërësi është e shliruar në vitin 1999. Atje ka ndodhur diçka që nuk është pritur. Ka disa gjëra pozitive që janë për të vlerësuar, mirë po një gjë nuk duhet harroj se ishte një gabim që vetë serbët e bën duke lënë institucionet dhe duke ikur nga institucionet edhe nga policia, por edhe nga institucionet drejtuese të komunave, kanë filluar sërish të rikthehen, dhe kjo është parë qartë pra pas zgjedhjeve të fundit lokale, kur ato komuna kanë kaluar në administrimin e serbëve, pra që të cilët janë në shumicë, që ne kemi gjë të kundër asaj, sepse në një vend ku janë shumicë, ata duhet të drejtojnë komunën, nuk ka asgjë të keqe në këtë kontekst. Mirë po, ata sërish janë rikthyer dhe do të rikthehen fuqishëm në pozicionet e tyre që i kanë pasur në institucionet komunale të veriut. Ju thatë që vetvendosje erdhi në pushtet me një vot plebiscitare në vitin 2021, por nuk i mbajti disa nga premtimet për të cilat qytetarët e Kosovës e votuan. Por nëse kjo është arsyeja për vetvendosjen, po për partitë e tjera, për Partinë Demokratike të Kosovës, për Lidhjen Demokratike të Kosovës, çfarë ka ndodhur përgjatë këtyre 4 viteve? Përse nuk po arrin që le të themi ta arrimarin veten, të kenë atë shkëlqimin e dikurshëm kur ishin forcë e parë në pushtet?
por të rikthyer edhe pak televizjave të vendosje, edhe për ta forcuar atë se nuk arriti pritshmëritë, pa shumë ndëshkuar në zgjedhjet e shkurtit dhe ka humbur afërsisht 9% nga zgjedhjet e kaluara. Dhe unë mendoj se edhe meritet gjithë ngërçit politik që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe së fundit nga zgjedhjet e shkurtit, do t'i ngarkohet një pjesë e mirë lëvizjeve vendosje për arsye se kishte 48 deputet dhe si forcë e parë ka qenë e detyruar të krijojë mazhorancën, pra qoftë me një koalicion me Partinë Demokratike, Lidhjen Demokratike apo edhe me Aleancën për Armërinë e Kosovës, gjë të cilën nuk e arriti, nuk e bëri dhe ndërsa subjektet e tjera politike për fatin e keq Kosovës, por për fatin e keq edhe të tyre, ata edhe pse ishin për 4 vite në opozit, nuk ne dëshmuan se janë ndarë nga krimi, nga korrupsioni, pjesë e qeverive të kaluara, pra nuk është bërë një reform e thellë, një reform e duhur e cila do t'i rikthente fuqishëm në garën elektorale e ndoshta edhe me fitore duke dalur si të parët, pra në këtë formë nuk arritën të ne e dëshmojnë se ato forca politike janë ndarë nga e keqja, nga e kaluara dhe e kanë marrë rrugën e duhur dhe në këtë mënyrë dolen sërisht më pak se lëvizjave të vendosje, pra dy forcat kryesore, LDK dhe PDK kishin më pak vota dhe deputet se lëvizjave të vendosje si e vetme. Sikur këto, gjatë periudhës 4 vjeçare të opozitarizmit të tyre, të merreshin me veten e tyre, të reformoheshin mirë dhe të ndërtonin një kauz për të ardhur në pushtet, lëvizjave të vendosje do të kishte shumë të vështirë të fitonte këto mandate që ka fituar. Me patëm para disa muajsh dorëheqjen e kryetarit të Partisë Demokratike zotit Mendli Krasniqi dhe në krye të Partisë Demokratike tani është Pedri Hamza, që shuhet si një personalitet që edhe pse kishte pushtet në të kaluarën, duke qenë kryetar i Mitrovicës, duke qenë guvernator, duke qenë ministër i financave, shuhet si një nga ministrat më të pastër dhe me duar të pastra, pra një nga ata që nuk është i korruptuar, por megjithatë unë nuk mendoj se Partia Demokratike e ka arritur atë që është dashur ta bëjë gjatë opozitarizmit të tyre. Është dashur një reformë e thellë, jo vetëm me zgjedhjen e një kryetari, por një reformë që do të vinte nga të gjitha degët dhe nëndegët e saj, duke filluar nga skajet e larta për të arritur deri te Këshilli Qendror e pastaj për të zgjedhur edhe kryesi. Këto gjëra nuk i kanë bërë asnjëra nga subjektet politike. Ndoshta këto do të jenë mangësi e tyre që ndoshta sërish do të ridenohen. Për fatin tonë të keq në Kosovë, nuk kemi një forcë të re politike e cila do t'jo përshfaqte si pozitës ashtu edhe opozitës dhe në këtë mënyrë do të merrte një numër të mirë të mandate për të dënuar në mos për një gjë tjetër për ngërçin një vjeçar që Kosova e ka kaluar. Mirë, zoti Veliu, vota e diasporës ka qenë vendimtare në 2 zgjedhjet e fundit, që në vitin 2021 që u vlerësua një vot pro vetvendosjes. Edhe këtë herë vota do t'jetë një ditë para, pra ditën e shtunë, në datën 27 dhjetor në selit e ambasadave dhe të konsulatave. Si mendoni se do t'jetë orientuar këtë herë vota e diasporës? Po, është fakt se vota e diasporës e bëri ndryshimin në vitin 21. Mirë po jo në zgjedhjet e fundit në shkurtin e këtij viti. Numri i margatës e regjistruar për votim kësaj radhe është shumë më i vogël se në zgjedhjet e kaluara. Përse? Unë mendoj se ka një shpjegim kjo, meqense përmendet si detaj. Po, patjetër ka një shpjegim, pasi jemi në periudhë festash dhe një pjesë e mirë e bashkëdhetarëve janë në pushime në Kosovë dhe do ta kenë mundësinë e votimit direkt në qendrat e vendvotimeve atje. Pra e kanë vënë që votimin e tyre ta bëjnë direkt në vendvotime në Kosovë dhe në rast të regjistrimit të tyre në diasporë nuk do të kishin mundësi për të votuar në vendlindje.
është për fatin tonë të keq, po flasim në këtë rast të diasporës, ne jemi në majën e gjuhës së çdo politikani në periudhën e zgjedhjeve. Në momentin që kalojnë zgjedhjet, diaspora nuk zë më vend në gojën e tyre e as nuk i shkon ndërmend asnjëherë të merren me problematikat dhe me të lashet e tyre. Unë mendoj se diaspora nga Kosova, diaspora shqiptare nga Kosova, meriton vendet të rezervuara në parlamentin e Kosovës. Praktika që i kanë bërë shumë vende të tjera, shembull konkret kemi Kroacinë si një vend i rajonit, pra që ka vende të rezervuara për diasporën e tyre. Unë mendoj se diaspora kosovare e meriton një gjë të tillë, pasi është diasporë e cila ka kontribuar si në periudhën e paraluftës, në periudhën e luftës, e një gjë të tillë është duke bërë edhe sot pra pas përfundimit të luftës. Do të ishte mirë të kemi vende të rezervuara dhe diaspora të votoj kandidatët e tyre të cilët do t'i përfaqësojnë institucionet e Kosovës dhe ndoshta do të ishte edhe më lehtë për subjektet politike që më pak të merren me pjesën e votës së diasporës. Thjesht bëjmë një parashikim bashk për këto zgjedhje, për sa i përket rezultatit, zoti Veliu, si mendoni? Po, ne vetëm mund të paragjykojmë nga ajo çfarë shihet të shohim e dëgjojmë, por një ndryshim të madh të rezultatit nga zgjedhjet e kaluara nuk e pres se do të ketë. Unë mendoj se do të ketë një rënje të vogël të lëvizjes vetëvendosje, por jo rënje që të mbetet si forca e dytë. Me patjetër pra rënje votash por forca e parë, po thoni. Unë mendoj se lëvizja vetëvendosje do të jetë sërish forca e parë, e cila do t'i fitoj këto zgjedhje, mirë po nuk do t'a ketë të mundshme të krijojë qeverinë e veçme. Me patjetër do të jetë e detyruar të bëjë një koalicion me forcat e tjera. E ndoshta kësaj radhe do mbetet edhe më pak se 40%. Po pra, po koalicioni nuk ndodhi, zoti Veliu, koalicioni nuk e pam, nuk ndodhi në zgjedhjet e shkurtit, ndaj dhe le të themi jemi deri këtu që të zhvillohen sërish zgjedhje brenda një viti. Mendoni se këtë herë do të ketë diçka ndryshe nga forca fituese, që të ketë një bashkëpunim real? Po më mendoj se me patjetër duhet të ketë një reflektim dhe duhet ta shohin vetë se në rastin e parë humbën 10%, kësaj radhe duhet të humbin 3-4% dhe në rast të zhagitjes dhe të krijimit të një ngërçi të ri, çfarë do të gjejnë zgjedhjet e tjera që do mbahen në pranverë. Pra, ata duhet ta mendojnë një gjë mirë dhe para pozicioneve të tyre udhëheqëse në shtetin, pra para karrikave të tyre, para postit të deputetëve, ata duhet shohin më tepër dhe duhet mendojnë më tepër për Republikën dhe për vendin e tyre, që të krijojnë institucionet, të votojnë buxhetin e Republikës Kosovës, të nënshkruajnë marrëveshje ndërkombëtare të cilat janë në pritje, marrëveshje të cilat e kanë stopuar më tepër se 1 miliard euro të cilat do t'i përfitonte Kosova në rast të arritjes së këtyre marrëveshjeve, pra të gjitha gjëra që janë në interes të Kosovës dhe të popullit të saj. E pastaj për të shkuar drejt edhe zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Dhe pas gjitha këtyre proceseve na pret edhe realizimi i marrëveshjes me Serbinë, pra marrëveshje të cilën në parim e ka pranuar si zoti Kurti, ashtu edhe Vučići, presidenti sëmë. Mirë, edhe për votën e diasporës, ndoshta unë s'ju kuptova qartë ose ju nuk ma thatë saktësisht, si mendoni se do të orientohet? Po, unë mendoj se në qoftë se në vitin 21 nga diaspora lëvizja vetëvendosje është votuar me 80% kundrejt subjektet të tjera politike, kësaj radhe kjo votë do të jetë më e balancuar dhe ndoshta mund të shkoj 55 deri në 60% për lëvizjen vetëvendosje, por jo asnjëherë më shumë. E qartë. Pasi që edhe subjektet e tjera politike kanë pasur një sër aktivitetesh në vende të ndryshme ku jeton sot Mërgata. Pra kemi një reaktivizim të
degëve dhe nëndegëve të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike, por edhe të Aleancës Më shumë se në zgjedhjet e fundit, më shumë se në të kaluar. Megjithëse kësaj radhe kemi zgjedhje të parakohshme dhe koha për fushat ka qenë shumë më e shkurtër se në zgjedhjet normale, pra kur kemi 30 ditë fushat parazgjedhore. E qartë, ju falenderoj shumë zoti Velio për bisedën. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ky fundvit ka intensifikuar edhe aktivitetin organizatave humanitare në vend, të cilat po shpërndajnë ndihma për familjet në nevojë. Pastori Mentor Rama deklaron me keqardhje që në 25 vitet e fundit që shpërndan ndihma në banë vendit ka konstatuar një shtim të varfërisë në vend, veçanërisht tek moshat e treta. Organizatat dhe institucionet humanitare prej ditësh kanë nisur shpërndarjen e ndihmave të ndryshme të familjeve në nevojë në këtë prag festash të fundvitit. Një prej tyre është edhe